Live from Tirana në Top Albania Radio. Sërish në transmetim të drejt për drejt, e premte data është në 14 nëntor, ora eksakte është 11:09 minuta. Unë jam Ronaldo Sharka dhe tashmë në studio do të jemi me një personazh shumë interesant, kam përshtypjen që të jetë për ju. Edhe pse zgjedhjet e pak ditëve më parë në disa bashki të vënë, në 6 kam përshtypjen, në 5 u kaluan me një vëmendje minimaliste dhe me një pjesëmarrje shumë të ulët, ai ja doli të merrte vëmendjen e të gjithëve për disa arsye. Arsyeja kryesore për t'ua prezantuar dhe juve përpara se të bëjmë pyetjen, regjia më ndihmon me foton që u bë virale, ishte se një kandidat i pavarur për Bashkinë e Pelenës për kryetar bashkie shkon të votojë ditën e zgjedhjeve me djalin në krah dhe bashkë shoqëruar nga bashkëshortja, sigurisht një protokoll në thonjza që bëjnë të gjithë politikanët. Kemi parë gra në Parlamentin Evropian të shkojnë në parlament me fëmijët e tyre të japin gjy, pam dhe disa ditë më parë një copy paste në Shqipëri të bëjnë një tjetër grua, por nuk kishim parë një djalë, një baba që të shkonte ditën e zgjedhjeve me djalin e tij në krah, dhe djali nuk qëndronte në krahët e ëmës, por qëndronte në krahët e atij që pretendonte të fitonte Bashkinë e Pelenës. Më duhet të them kandidati mbetur në tentativë, zëna dhe zërin Gabriel Guma, mirë se vjen në Live from Tirana. Rodi, të falenderoj pafund. Si je ti? Po, tani me entuziazmuar më shumë, besoj. Më shumë? Shumë. Pse më shumë? Sepse shkoj çdo gjë siç duhesha, pritshmëritë e mia qëndronin, besoj, edhe pak më lart, por që mjaftohemi, jemi tepër okay. Tani për të sqaruar pak edhe për publikun, se mund thash, këto zgjedhje u kaluan sikur të mos ishin asgjë, dhe kështu trajtuan në fakt, edhe nuk u morën shumë me kandidatët apo me ato që i sot janë në krye të bashkive, në disa nga bashkitë në vend, edhe nuk dinim shumë për ju derisa ndodhi ajo që ndodhi ditën e zgjedhjeve dhe ishte në ballinat kryesore të mediave kombëtare dhe jo vetëm në vend. Ti ke një moshë shumë të re. Je vetëm 26 në mos gaboj apo jo? Ose 24 si thot Gramozi. Gramozi mendon që ti je 24, nuk më lidh me Aleksandrin e Madh, besoj. Mendon? Kështu? Për mua qelloi humbje për Aleksandrin. Dgjoj, 26 vjeç ne kemi parë të rinë të antarësohen në fresh, në të tjera të ngjashme si freshi, struktura të ngjashme si freshi që janë për të rinë, por nuk kishim parë një kandidat për një bashki të caktuar në një moshë kaq shumë të re. Ç'të tha mendja përpara se të kalojmë se kush je ti? Atëherë unë jam Gabriel Guma. Jo, do të kalojmë pak më vonë këtë, por se vendose të kandidosh një moshë kaq të hershme. Do kthesha pak tek prezantimi dhe të vajtja ime në ditën e votimit. Ishte e pa menduar vajtja ime me bashortën time dhe me djalin. Ishte vinte gjithë natyrale, absolutisht jo. Do të shkoja me sigurisht që do shkoja me bashortën dhe me djalin, por që e bukur është që unë nuk e dija që po xhirohesh ose po kapesh diçka. Edhe ishte komplet diçka spontane. Edhe ku në të Pelen. Edhe një moment unë që i them bashortës beb, se unë thras gjithmonë beb. Bebi them, hajde. Ne të futemi tani brenda. Edhe kishte komente aty që shif kandidati, e kuptoj dhe kandidat. Ma lër mua atës do të pyes pak më vonë, se ajo në fakt bëri xhiron e rrjetit, po qëndrojmë këtu. Pse një 26 vjeçar kërkon të udhëheq Bashkinë e Pelenës? Shiko, unë kam bindjet e qarta. Që do të thotë? Që do të thotë, jam një djalë me vizion, studimet i kisha 3 vite që kisha mbaruar, edhe në Fakultetin e Arkitekturës dhe Dizajnit Urban, por unë kam mbaruar për art dhe dizajn. Që nga familja artistike e kryeministit të vendit, piktor. Piktor i të Pelenës, po nuk qyteti zgjodhi mos isha. Dhe Rama është piktor i Jugut, nga Vonoja ka origjinën. Shiko, nëse do bënim një krahasim midis kolegësh, konsideroj koleg, jo për post që është KM-ja, kryeministri. Të kthehemi pak pse u futa unë, pastaj flasim, do kemi kohë flasim. E shikoja si njerëzit në të Pelen kishin nevojë për frym, dhe kanë nevojë për frym. Dhe në bisedime me shoqërinë time, me familjarët e mi, me rrethet e mia ku isha, thoshin që shoh këtu çalon këtu, këtu çalon këtu, këtu çalon këtu, edhe gjithmonë isha ai Gabrieli që mendoja zgjidhjet.
zgjidhje për këtë, zgjidhje për atë, por kur ju nisa këti rrugtimi, dola na fokusimi i zgjidhjeve, sepse atje kishe nevoja jetike, unë Tepelena e ujtë të Tepelenës po vuan për ujë. Tepelena e një nga natyrat më të bukura, e kupton, po nuk ka drita. Janë sa gjëra jetike që unë nuk mund të shkoj edhe të flisja. Po mos e bëj fushat tani. Okej, absolutisht. Se zgjidhjet kanë mbaruar. Vazhdojmë, s'kemi dalë nga ajo. Domethënë këtë duhet ta kishe bërë para zgjedhjeve. E drejt. Apo e bërë edhe këtë? Po bërë fushat. Unë mendoj se bëra mjaftueshëm fushat. Mjaftueshëm fushat, po nuk dola në atë Gabrielin vizionar. Vazhdova të merresha me hallet, thon. Po hallet janë pjesë e vizionit, se në fund ditës prandaj janë politikanët. Po ndonjëherë mendoj që gjërat hallet bëhen dhe nuk thuhen, thjesht realizohen, domethënë janë jetike. Ka shumë kuriozitet për ty. Një ndër to është kush mund t'ia financoj fushatën politike një 26 vjeçari që sapo ka mbaruar studtimet. Se unë nuk besoj që ti vjen nga familje bilionerësh, apo jo? Dhe ka kuriozitet mbi këtë, se fushatat kushtojnë, kemi parë që kushtojnë shumë. Do flasim për pikturat e tua, do flasim edhe për një kompliment që të bë ditën e zgjedhjeve që kam përshtypjen po ti ishe bërë një gruaje mund të etiketoje si koment seksist, por do më lejosh 2 minuta marketing dhe rikthehemi shumë shpejt në program, sepse kemi shumë për diskutuar dhe dua ta marrim shtuar. Të merresh në politik ka kosto. Fushata ka kosto. Çiko, Nga buronin financat tua për të mbështetur këtë fushatë politike? them që Dhe ishte një fushatë kushtueshme? nuk ishte, për mua nuk ishte një fushatë e kushtueshme, unë u bazova më shumë tek të bërit daljen e partimet të imazhit. Vetëm se më afër mikrofonit të lutem. Mënyrë më perfekte. U mora me pjesën e PR-it, castit të videografëve, montuesve, dhe pastaj nuk u mora si ajo fushata e rëndomt që mund vite edhe në pala tjetër. Dhe kupton, me strukturat, me gjërat. Unë nuk isha struktura atje. Unë isha një djalë, 26 vjeç, me vizionin tim shumë të qartë, që do dilja dhe do jepja një frymë dhe një energji të re. Po kur takoje qytetarët e Tepelenës dhe merrni vesh që ishte një 26 vjeçar, qeshni? Qeshtin. Ço, Apo të besonin? Deri diku edhe njifesha deri me qytetin tim dhe me fshatrat. Po që kur më shikonin, iko djalë më thoshin rritu një herë, pishu një herë, se jam mësuar me ata kandidatët të mbi 50-at edhe i dukesha kështu anormale, i dukesha komplet anormale. Anormali e dukur edhe kryeministët të vendit. Marrë më ndihmo pak me videon e zotit Rama, teksa flet në podcastin e tij, kryeministi ka një podcast për të gjithë e dim, kishte ftuar në mos gaboj 5 kandidatët e Partisë Socialiste në 5 bashki të ndryshme të vendit. Aty ishte edhe zoti Gramoz Sako, i cili tashmë është në fuqi si kryebashkiak i Tepelenës, pra drejton bashkinë Tepelen. Edhe shumë interesante ishte mënyra, e kemi gati? Jo, nuk e kemi gati, shumë interesante ishte mënyra se si, e dëgjojmë pak me audio dhe video çfarë thotë Rama në podcast për Gabrielin. S'kemi audio, ju lutem. Nuk është me audio? Sa bukur. Kush ka ndërhyrë Gabriel për ta hequr audio në kësaj video? Qa nuk është përdorë punëra 26 vjeçarit. Ishte normale. Vërtet? Po dëgjoj, unë videon e kam në celular dhe mjafton audio për ta dëgjuar, mund të plejoj unë që këtu, dhe sepse dua ta dëgjosh edhe një herë se çfarë besoj duhet ta kenë çuar patjetër, po se çfarë thot kryeministri, besoj duhet jetë ndonjë problem teknik. Pra, po ti kë kerdin? Është një shumë i ri, ka një biznes aty në Shton. Ka dhe një biznes në Tiranë. Po dhe këtë këshu, i pavarur? I pavarur është, po i mbështetur në ta. Që, Çuni i ri, 24 vjeç. Ka marrë grafik design, shka është. artiste. Lëviz në për qytet, takon njerëz. lëviz në qytet takon njerëz. Artist, thotë Rama, i bën përshtypje që ti je artiste, duket që ka, domethënë, ke rënë në sy të Ramës, do mendoj që kjo është patjetër kompliment, por ka
disa gjëra që do të komentuar Mund ta në marr këtë në dy video. aspekte ose Më lë të pyes një herë dhe pastaj më thuaj se e ke marrë ti. Do të thënë e para një herë është fakti që kundërshtari jot politik mendon që ti je 24 kur në fakt je 26 apo jo. E para kjo. E dyta është një djalë i ri. Pra duket se kur nuk kanë shumë besim tek ty, pra nuk të sheh si rrezik potencial në zgjedhjet e kaluara. Ta dërguan këtë video dhe kur e pe çfarë mendove? U ndjeve keq? Nuk u ndjeva keq, e thon më bëri të ndjesha vetëm pak keq që pjesa e mos përfilljes dhe mënyra e kontekstit si po fliste. Po mendoj, kjo është goxha përfillja. Nëse e shef në një këndvështrim tjetër, patjetër. Po, isha edhe në periudhë fushate dhe mora pak si kështu, e kupton. Gjithsesi, nëse do i kthem komentit që artist ka dy këndvështrime. Këndvështrimi i parë është që okay, një artist i ri del apo që ha më këto artistë. Vetëm sa më afër mikrofonit të lutem dhe fol sikur je në fushat. Nuk vendosa të bërtisja në fushat. Jo, e kuptoj që e lodhën nga fushata, po pak më shumë zë dhe sa më afër mikrofonit. Jo, unë vendosa mos bërtisja as fushat, isha pak. Po politikanët duhet të kenë potencial në zë. Po prit mos e sa dole më burr. Ha. Më thuaj kur e pe këtë video. Dhe ishte i vetmi që dinte degën time më së miri, don graphic designer. Tani këtë informacione posedonte Gramosi. I thash edhe e kam takuar sesisht dhe i them, "More, ka e di", i thash, "degën time aq mirë". Ose të rrjeti thosh arkitekt, urbanist, ose bazoheshin te fakulteti. Po ka kërkuar stafi i tij se se ne vështirësi e madhe për të gjetur. Po që në atë pikë mendoj se më mirë të kishte qëndruar me ndonjë urbanist, mos i kisha bërë shumë përshtypje kryeministrit, po zgjodhi graphic designer. Shu. Djali i ri. Djali i ri. Sa vota more në të Mora pelen? gati 1000 vota në 4000 total që ishin. Në 4000, pse kaq njerëz votuan te pelen? E po, kaq ishte. 4000 njerëz votuan? Po, Sa 4 turp. Dhe ti more 1000. Po, mora gati 25. Pak apo shumë? Jo, për mua ishte pak. Pak. Sepse e dia çapo jepja në vetja ime. Po jepja më shumë se ç'duhesh. E kupton, stafi më thosha Gabriel, mos qëndro për 40 minuta, e kupton me njerëzit tun tak e ti ikësh. Jo, i thosha. Jo, absolutisht unë do qëndroj dhe për Zotin do rri këtu deri më darkë. E kupton se njerëzit kanë nevojë të shprehen më vëlla. Po të shprehen. Por që qëlloj e kundërta. Qëlloj e kundërta dhe unë jam shërë që unë na fushata ime mësova shumë. Edhe njerëzit ka nevojë e kupton për dy fjalë, pap. Po çfarë do bësh tani që nuk fitove? Çfarë do bëj? Pres ofertën më të mirë. Çfarë ofertash? Isha ka Gabrieli, unë jam duke vazhduar studimet tek artet për skenografi dhe kostumografi. Dhe jam duke u impenjuar në maksimum me universitetin, kështu që por absolutisht i hapur kundrejt çfarë do lloj gjë që do më propozohesh. Çfarë pritet të propozohet? I don't know. Ti ishe me të vërtet një kandidat i pavarur në TPL? Po, Se ai thot me plot gojë isha i pavarur. hiqet si i pavarur, pra thot Gramosi, por i mbështetur nga ato të Ja tjerë. ta sqaroj unë tamam. Si fillim, unë doja të isha kandidat. Okej. Propozova në disa parti, sepse nuk e kisha menduar në fakt ndonjëherë të dilej i pavarur, duke ikur me atë mendimin që i pavarur nuk fiton dhe nuk kisha vajt ndonjëherë në mendje dilej i pavarur. E kupton, edhe PD-ja në fakt më hapi rrugë. Duke qenë se unë kisha patur ca angazhime të vogla, po jo ndonjë gjë kush e di, dhe më hapi rrugë. Në momentet e fundit nuk e di se ç'a ndodhi, e ke parasysh edhe, okay, u detyrova të mblidhja firmat. Dhe kam mbledhur brenda 2 ditësh kam mbledh 300 firma që nuk është normale se njerëzit nuk t'japin kartën e identitetit se thonë o vlla, ç'a duhet ty për ç'a qysh teksi. Dhe aty e kuptova që shiko tani se puna jote do vazhdoj si i pavarur. Dhe është ajo kisha një luftë së brendshmi dhe një luftë të uton me njerëzit. Sepse shkoja dhe njerëzit thoshin po iko se ti je i filanit. Më fali thosha, ore jam. Po, i filanit duhet i drejtohem doktorit. I thosha, ore të lutem, mi di bindjet e mia personale ku jam unë, nuk mi di. Atëherë mos më konfiguro si partia, kështu qyr zoti që unë debatoja sherr, jo debatoja. Si mund bëje sherr dur? Po bëje se ne kemi çik në këtë tepelensit e uton që shpërthejmë bam. Je të egër jo. Të egër, sa që na shikon të egër dhe aq jo të egër. I nxjerrin të gjitha ekstremet. Qartë. Edhe debatoja i thosha, dëgjoj,
do jam i PS-s, jam i majt, jam i djath, jam ekstremist, qa do t'jem për ty? Ore vllai, jam adhetar, more. Ore du të bëj tepelenën, pik muhabeti. Jemi për tepelenën. E kupton? Po ti doje vërtet bëje Tepelena, po doje të bësh i pasur duke drejtuar Bashkinë Tepelenës, se pushteti në fakt shihet si një platformë ku ti mund të pasurosh, dhe kështu ka ndodhur. Saktë. Ti kemi politikanë në burg, politikanë në SPAK, politikanë Arati, kryetar bashkie ka pavonësisht nën hetim. Saktë, Roni që të mendohet e tillë, por nuk do ta besonte kurrë njëri ambicien time të pastër në ndërgjegjen time. Don sigurisht. Duhet të të besoj? Po? Duhet të të besojmë për këtë? Po. Pse? Po. Unë mendoj kështu. Kur ti bën punë të mira, absolutisht feedbacku duhet të jetë i lartë. Dhe te kjo gjë besoj. Por jo të bësh korrupsion. Pra, prit feedbackun. Në këtë jetë e kupton Zoti t'i kthen të gjitha. Me këtë kështu duhet jemi ne të rinjt. Kështu mund të jenë artistët në fillim kur Ora, futen në artistët politikë, po vdesin. mund të ndryshojnë rrugës. Nuk më the në fakt një përgjigje konkrete se kush e financoi fushatën tënde. Familja ime, Sa kushtoi? rreth 20 milion lek të vjetra. I ke deklaruar këtë apo s'ka nevojë të deklarosh? Vazhdo i deklaroj sepse duhet të i deklaroj te KQZ. Po, pra, kështu e di, prandaj po them. Del jek. I zeqa, shiko, Rono, mu propozuan lek shumë. Për çfarë? Për të stopuar. Vetëm të lutem, nxirre zërin tënd për politikanët, se vjen kështu, pra vjen me shumë Mu shkëputje. propozuan, e kupton, që ta stopoja në dita 8. Nga kush? Tani mund të prononcojmë shumë. Që Që ke Gabriel, politikan frikacak. unë isha politikan frikacak. Po. Jo, Unë isha një njeri që thjesht nuk doja të bëja paktet siç është bërë më përpara. Kaq. Po jo si isha një Po masa politikan nuk kanë qenë frikacak. shumë të mëdha. Ishin te masa fusha shumë të mëdha. Dgjoj, e ke dëgjuar atë shprehjen çfarë nuk blihet me lek, blihet me më shumë lek? Kështu që në këtë rast oferta ndoshta s'ka qenë shumë e madhe. Një koment shumë interesant ditën e zgjedhjeve nga një prej antarëve aty në qendrën e votimit, teksa thotë që s'kem parë kryetar bashkie më të bukur. U ndjeve i seksualizuar? Si objekt seksual? Shiko. Komenti që u bë mediatik s'është asgjë. Pse? Nëse kjo do bëj kundrejt një gruaje, ajo do mund të thoshte që jam ndjerë si objekt seksuale, seksualizuar. Në Britani për shembull ka dalë një ligj i ri që ti nuk mund të thuash dikujt ullat sepse merr se koment seksist. Kam qenë në periudhë fushate dhe nuk e di çka ka ndodhur në Tiranë. Se jashtë e brenda vendit. Mund ndjeve seksualizuar apo jo? Në një person jo. Por ta thash tani ç'a ndodhi në prapavi që s'dëgjoheshe më shumë se ç'duheshe. Qartë, mirë. Do të më shpjegosh disa prej pikturave të tua që besoj që shkojnë në shfrenimin e fantazisë. Kam gjetur disa prej tyre. Kështu që shkojmë pak në reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Burimi nuk tregohet kurrë. Sërish në transmetim të drejtë për drejtë, Gabriel Guma vazhdon të jetë me ne në studio. Ka një perceptim në fakt edhe njerëzve që e kam thënë këtë ditë që do kem Gabrielin, ai ideali që kandidoi për Bashkinë Tepelenës në program, që imiton pak Ramën ose në mos e imiton Gjani pak. Është lloj Rama Junior në pikturat që ti bën, kam parë disa atletë të tuat që i ke të pikturuara. Që të ndërpres vetëm një sekond. Rama vesh jo Yamamoto, ndërsa unë vesh Sei Miyake. Kështu që këtu ma thuaj edhe një herë të lutem. Janë dy brende japoneze. A japoneze? Po. Nuk afeksioni im ndaj Sei Miyakit bën që të jem shumë ndryshe. Po që në linjat e njëjta. Po janë të dyja brende japoneze. Po. Pra origjina e brendit është nga njëjti vend. Origjina është Sei Mi artist. Po pra. Pikturoni bukur. Po. Dhe pikturon dhe ti atletat jashtë. Ke një par atlete të pikturuara kam parë. Kisha bërë Ali Pashën tek atletet dhe që shkruaja Tepelena përpara se Shqipëria në B. Pra futemi ne një herë te Pelezit ose do futet Shqipëria. Qartë, mirë, do të komentojmë disa prej pikturave të tua dhe të mundohemi të kuptojmë pak se sa artist je ti. Regjia më ndihmon me pejimin e tyre një nga një dhe do t'i komentojmë, do më shpjegosh se çfarë është çam e bukur. Po disa prej tyre e ke në Instagram, pra e ke publikuar. Çfarë është kjo instalacion, si quhet? Kjo është një instalacion. E kam bërë së fundmi tani që kishim një festival të artit në fshatin ku nga jam unë dhe ishin gati 26 skulptorë dhe artistë ndryshëm që
erdhën në fshat, që tashmë është bërë rezidenca e artit, dhe unë krijova The Refugees. Kjo është The Refugees. Çfarë do thotë ajo? Si The shpjegoj? Refugees është refugjatët e Europës, po që erdhi si një ndjesi nga vendi im. Pra ne rritemi dhe na largojnë të gjithë njerëzit avash avash dhe ngelemi të vetëm. Dhe po ta vësh re në instalacion, po ti vësh re njerëzit, raporti 2 njerëzve ose 3 njerëzve, pra na fundi deri në fillim fare është ajo marrëdhënia, pra ata prindërit që i thon fëmijës që ndro, ose ata 2 bashortët që kur do vish, edhe ndërsa momenti në maj fare që janë ata fëmijët është kur vetë prindi detyrohet nga politika, në çdo gjë ta largoj fëmijën e tij. Dhe po ta vëshet çdo gjë që ndron në një zjarr. Mirë, duke qenë se dua të më komentosh të gjitha ato çfarë kam zgjedhur, mi përmblidh pak. Pra, më jep esencën. Çdo gjë vjen na Shkojmë tek foto e radhës. Çfarë është kjo anti manifestoje? Lavdin që të japin nga anti-reklamimi. Çfarë është kjo? Këtë kam bërë në periudhën kur ke qenë tim Big Brother me Luiz Ellin. Në Big Brother 2. Po, dhe e di ku ka me Big Brotherin? Ja ta thot vllai tani direkt. E kam nisur në momentin kur Luiz Elli filloi të bënte atë deklaratën që ishte i sëmur, nuk e mbaj mend fiks. Po. Dhe shkëlqeu, edhe është ai njeriu atje në fillim fare me ato i veshur me diamante, edhe që u vu para televizorit, u vu para gjithë popullit, dhe njerëz që e përqafonin mendimin e tij, dhe njerëz që i mbyllnin gojën, që i thoshte vazhdo, jepi. Pra, anti-manifestoja është reklamuar si një thjesht mos e mendo. Edhe lavdin që të vjen nga anti-reklamimi. Pra, ne jemi në dekadat, ose jemi në shekullin ku antivlerat kthehen në vlera, dhe po ta vësh re ky shkëlqyer i ka ngritur tashmë. Këmbët. Ty të frymëzon edhe Big Brotheri, domethënë për të bërë piktura. Mos e. Apo ti mund të të frymëzoj çfarë do lloj gjë? Çfarë do lloj gjë? Çfarë do lloj gjë që ka të bëjë me jetën sociale dhe politike. Mirë. Dhe si ndikojnë tek shoqëria jonë këto. Qartë. Shkojmë tek një foto e radhës. Kjo çfarë është? Kush është ky? Këtu kam heq Ismail Qemalin dhe kam vendosur kryeministrin ton. Dhe ky është 5000 lekësh, 500 lekësh. 5000 lekësh. Është një grafik e imja, ku na mbrapa ka vendosur yllin e sadizëve dhe mazokizëve pra raportit të tyre, si një yll shndrues mbrapa kokës kryeministrit që reflekton e kupton tek njerëzit, pra raporti sadist, mazokist. Interesante shumë, edhe tek lekët ndërhyn. Shkojmë tek një foto e radhës dhe ta komentojmë me Gabrielin, i cili parimisht është piktor. Okej, kjo është kur rrëmuj e madhe, çfarë është aty? Është një vajzë e shtrirë, mos gaboj? Jo, këta janë njerëz pa gjini. Njerëz pa gjini? Ja, po, absolutisht çdo nga ata njerëz mund të perceptohen si femra ose meshkuj. Ai në mes atje jemi ne. Jemi ne, e kupton, kur para një pozita. Dhe ata që na vendosin ne para një pozita, që thjesht fundja fundit e kupton. Po shto pa gjini? Mos i futemi te pa gjini. Pa gjini është për faktin që Po ma shpjego. Pra, ta njerëzit pa gjini, pa një identitet gjinor, përcaktojnë kush je ti. E shikon trysnin që i trajtojnë të kuqit atje? Qartë. Edhe fundja fundit janë thjesht sa njerëz me kokë peshk, tru peshk. Do që ndikojnë në bindjet tona, në parimet tona, në si do hedhim ne hapin nesër. I sheti këto pikturat? Si? I shet? Deri tani s'kam shitur asnjë dhe nuk preferoj të shes asnjë pikturë. Seriozisht? Po. Edhe nëse të kërkon Rama ta blej njërin prej tyre? Po do t'ja falja, do t'ja dhuroja, po jo t'ja shisja. Cilën pikturë do i dhuroja Ramës? Do t'i dhuroja... Apo të bëj një të re ekskluzivisht për të? Po, dhe kjo është më e bukur. Do bëj një të re. Si do e bëj Ramën? Më lart ta mendoj. Do ishte një boom. Dhe ma thuaj në fund programit. Shkojmë tek foto e radhës. To kemi. Kush është këto? Kjo ka qenë një piktura ime para 2 vitesh. Që unë i them saj profecia ime. Po ta vësh re, në majtë e kalas është jam unë, më sakt, si cowboys,
Dhe mbi kokën time qëndron lapidari te Pelenës si një gjendje patriotike që hapet në formë wirelessi. Edhe që djeg flamurin e trëndafilit të shtrirë në një pjadë dhe shkruaj Partia e Modernizuar e Shqipërisë. Dhe poshtë saj qëndrojnë 3 ushtarë, që unë i pata në fushatën time ata 3 ushtarë. Sakua, Po. Ministri i Arsimit, Kumbaro dhe Tërmet Peçi. Edhe isha përballë. Kur e bëre këtë gjatë Te ka bërë fushatës? në 2023 këtë pikturën. Pas e bërë, pas e shumë parashikuar përpara. ti domethënë. Deri diku tani siç e mendoj edhe po. Parashikon të ardhmen nëpërmjet pikturave. Kemi më foto Mario? Nuk e di nëse kemi ende foto të tjera. Të thash pikturat e tua janë të shumta, por Mono Lisa. Pse Mono? Ne vim gjithse cili nga ne është një Mona Lisa dhe ne jemi të njëjtë me Monën. Çfarë do të thotë se gjithë ne jemi një Mona Lisa? Ne jemi thjesht një tjetërsim i zhvillimit të njerëzimit dhe vim në 2025-ën të njëjtë pas një ndryshim. E lë me kaq nuk. Po pse jo Mona Lisa, por Mono Lisa? I'm the same with Mona. Qartë. Interesante shumë, tërësisht blu kjo pikturë. Na bindjet. Nga bindjet politike, besoj, edhe nga fakti që ai mbështetur nga Berisha. Thjesht unë jam i afeksionuar ndaj plusaksit ngjyrës. Okej. Mirë. Gabriel, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Unë të falenderoj pafund që të bëj gjithmonë të ndjesh Të uroj shumë suksese. njerëzor. Edhe mos harro që kjo intervistë do të jetë përjetësisht në YouTube dhe jam kurioz se ku do t'jesh pas disa vitesh, në krah të PD-s, në krah të PD-s, do krijosh një parti tënde, apo do të heqësh dorë, do të merresh me art dhe do jetosh si një njeri dinjitoz. Dhe në paqe. Politika Besoj ta se heq do e paqen. pim prap kafen dhe do diskutojmë. Kështu kanë thënë dhe shumë të tjerë, por pasuria dhe pushteti të ndryshon. Uroj të mbetesh Bukur, e njësoj bukur. nëse do të fitosh gjithmonë Bukur, ona. pushtetin. Mirë, të falenderoj dhe të uroj një fundjavë të mbar edhe shumë suksese në të gjithë çka që do bësh në vazhdim. Unë falenderoj pafund Aldo Shark. Faleminderit shumë. Mirë, këtu përfundon kjo pjesë e programit. Ne shkojmë edhe një tjetër shkëputje publicitare dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana.